Gruaja franceze me një patologji misterioze. Ndiqeni me kujdes. Çfarë është mendja e njeriut? Ka ndodhur para pak vitesh, por unë doja që t'ja u tregoja për të kuptuar se mendja e njeriut është një mister. Madje ndodhin disa fakte ndonjëherë që nuk mund të zgjidhen as nga shkenca. Në vitin 2008, bile muaj më përpara të vitit 2008, në vitin 2007, sepse fakti ka ndodhur në shkurt, kurse që në muajin nëntor, pra të vitit 2007, një grua e quajtur Monique, një grua franceze, 39 vjeçare, shkoi në një hotel shumë të vjetër. Ky hotel tregohet që prej kohërave antike tregohet që sa herë që flinin njerëz aty, flinin mbi kocka të paktën kështu thuaj, sepse aty kishte patur një varreza. Pra nën këtë hotelin kishte varreza të vjetra dhe aty kishin ndërtuar këtë hotelin që prej vitit 1600 ca, një gjë e tillë, mirëpo meqense ishte kthyer në një relik, nuk e hoqën, me fjalë nuk e prishën, sepse kërkonin që të bënin një hotel tjetër diku tjetër, jo në të njëjtin vend, meqense shumë njerëz pretendonin se aty kishin halucinacione gjatë natës. Pra, gjatë gjumit, gjatë momenteve që ata flinin gjumë, kishin disa halucinacione që nuk i shpjegonin, nëpër ëndra po flasin. Dhe për Monikën nuk ndodhi asgjë, sepse ajo fjeti aty dhe nuk ndodhi asgjë. Merreni me mend, ajo ishte familjare, ishte bashkë me burrin e saj, por burrit të saj nuk i ndodhi gjë, as fëmijëve të saj. Dhe çfarë ndodhi? Ajo shkoi në shtëpi. Pasi u kthye në shtëpi, gruaja kishte disa halucinacione, por në shtëpi, jo pra tek hoteli ku gjendej. Dhe nuk ndodhi asgjë tjetër përveç se halucinacioneve. Nuk e zinte mirë gjumin, në fakt kishte edhe probleme të tjera, për shembull shkonte në banjo shpeshherë. Pra po them disa detaje që ndoshta janë të rëndësishme pra gjatë momenteve të tilla. Sepse nuk u zbulua asnjë patologji në fund fare. Si përfundim, që mos ta zgjas shumë, në shkurt të vitit 2008, gruaja bëri diçka krejt papritur. Diçka që nuk e priste as burri dhe as familjarët e saj. Ajo doli nga puna atë ditë dhe shkoi drejt shtëpisë. La çantën në shtëpi, pra çanti që mbante, sa e la aty çantën dhe mori çelçat i futi në xhep pa asgjë tjetër dhe filloi që të este. Të este në këmbë. Në këmbë, por jo për pak, kilometra të tëra. Në fakt as kishte as telefonin me vete, as gjë prej gjëje. Të vetme gjë që kishte vetëm çelësin e shtëpisë. Dhe este gjithmonë este. Në fakt atë nuk e ndaloi kush derisa kaloi jashtë qytetit. Madje edhe në qyteza, në fshatra të vogla, deri pastaj sapo doli në rrugë pa rrugë. Pra, kur doli në rrugë pa rrugë, që po este nëpër këto fshatrat, në periferi të fshatrave, disa familjarë që ishin në makinë, vurën re që kjo po este në këmbë, pra este kilometra të tëra. Dhe kështu që lajmëruan policinë. Sepse ishte diçka e çuditshme që një grua të este në këmbë në mes të pyllit, ose në anës pyllit. Si përfundim, shkoi policia, e ndaloi. E morën dhe e çuan në spital. Gjën e parë që bën e çuan në spital sepse beduan se ishte psikopate, mos kishte shkar. Aty ajo tha të vërtetën. Nuk di tha çfarë kam, unë tha jam nën e 2 fëmijëve, jam grua e martuar, çdo gjë shkon mirë me mua, tha, por kam një tendencë me një fjalë në mendjen time kaq të fortë që unë dua vetëm të esi në këmbë. Nuk kam asgjë tjetër. Mos mendoni se jam e çmendur, kur i thua tjetri mos mendoni se jam e çmendur, aq më keq është. Filluan ta kontrollonin. E morën, i bën testet, e çuan në spital dhe ajo prap edhe brenda spitalit este në këmbë. Ngrihej nga shtrati dhe este. Mjekët menduan që ta lidhnin, në fakt aty gjatë momenteve në spital. Mirëpo, pastaj thanë më mirë mos ta lidhim, sepse kishin frikë se ndoshta ndonjë patologji që mund të vriste edhe veten ose mund të vetë shkatërronte trurin. Pra, nga momenti që ti e lidh njëri dhe ka dëshirë, për shembull, që të eci në këmbë dhe të bëj diçka tjetër, për shembull, dhe ti nuk e le, mendja mund të psojë një kolaps ose mund të krijojë probleme të tjera. Dhe kështu që e lan brenda spitalit. Mirëpo, edhe aty në spital, gruaja este lart dhe poshtë. I bën teste edhe në Paris, sepse morën specialist, erdhën nga Parisi, sepse nuk ishte në Paris, por ishte në një qytet në periferi të Francës, nuk e mbaj mend emrin tani, por e kërkuan edhe specialistët që të kuptonin se çfarë, sepse ishte një çështje që s'kishte ndodhur kurrë. Pra donin që ta ekzaminonin. Nuk ndodhi kjo,
por sepse gruaja vazhdonte që të sillej vërtet çuditshëm. Megjithatë, ata shkuan disa specialistë që e testuan në vend, aty ku ishte në atë qytet. Dhe e çuditshmja është që ajo vazhdonte teste në këmbë edhe aty. Natë dhe ditë, nuk ndalonte, vetëm mund ndalonte gjysmë ore apo një orë që në stola, që dremiste pak dhe pastaj fillonte që teste prapë. Bëj ujë në djers, e sfilitur, u dobësua kaq shumë sa që nuk e keni iden. Si përfundim, shkuan familjarë, sepse familjarët ishin pothuajse për ditë, po familjarët nuk mundeshin që të bënin asgjë. Dhe vetëm vajza e vogël, pra që ajo e kishte për zemër, sepse ishte në atë kohë ishte 2 vjeç e gjysmë, vajza e vogël që kur shkoi, sepse çoi babai, me fjalë çoi vajzën e vogël, se i tha një psikolog, tha e vetëm e gjitha mund të jetë vetëm në një diçka emotiv, tha, me fjalë emocionet e saj që mund të ndryshojnë, që mund ta ndalojë, sepse nuk ka asnjë lloj ilaçi, thot ai, pra i thot psikologu, që mund ta ndalojnë. Në fakt ata kishin provuar me shumë ilaçe, kishin provuar shumë forma, madje edhe me hipnozë regresive, nuk kishte shans fare. Gruaja vazhdonte që teste në këmbë. Tani nuk ishte problemi që ajo este në këmbë dhe kaq dhe nuk i kryen. Problemi ishte që ajo po dobësoi dhe truri i saj po degradohej gjithmonë më shumë. Dhe po tregonte jo vetëm lodhje të madhe trupore, por edhe mendore. Dhe kjo mund ta çonte padyshim drejt një kolapsi. Në fakt, ekspertët këtë kishin frikë. Dhe ky psikologu nuk i tha gjë tjetër veçse kjo, tha, mund të jetë vetëm një mënyrë emotive, tha, që mund, ose emocionale, që mund të shkaktoj, tha, efektin revers. Merreni me mend që ata i bën edhe teste të epilepsisë, teste të Alzheimerit, ose teste të tjera që të mund të kuptoni pse bënte këtë veprim, pra pse duhet teste në këmbë. Psikologu, pikërisht në atë kohë, përpara se të shkonte bia e vogël e kësaj zonje, psikologu në atë kohë kishte folur me disa njerëz, pikërisht pra, sepse ajo kishte treguar se kishte fjetur. Pikërisht disa njerëz që kishin shkuar tek ai hoteli dhe i thanë që shiko, ai hotel është i mallkuar dhe ka diçka që nuk shkon. Në fakt edhe raste të tjera ka patur, po jo si ky ishte ekstrem, që ka ndodhur gjëra të ndryshme. Shumë ekstreme. Mirë po si ky nuk ishte ndodhur kurrë. Dhe psikologu e mendoi në atë moment jo si një doktor, por e mendoi si një njeri i thjesht. Po si kur tha ta provojmë kështu. Dhe kështu që i tha të shoqit, i tha sill, tha, vetëm fëmijët e saj, tha, po kryesisht ta vajzën e vogël, tha. Dhe bëj, tha, që vajza e vogël të qaj, tha, kur të shkoj ta takoj, që do maman në shtëpi. Dhe kështu bën, sepse zgjati 9 muaj e ca në atë spital gruaja, por kur vajti e bia, ishte muaj 4, muaj 5, mos gaboj, ishte e bia, sepse pastaj muajt e tjerë e kontrolluan që her pas here shkoi aty që ta kontrollojnë, sepse shpesh ndodhte që ajo edhe të ngrihej në këmbë, por ka qenë vetëm vajza e saj, e bia e vogël që i tha, mami, tha, duke qarë, eja në shtëpi sepse na mungon shumë. Kjo gjendje emocionale e bëri atë që ajo të ndryshonte, pra dhe të fillonte që mos të este aq shumë. Dhe dal nga dal, për 4 muaj të tjerë që mori këtë terapi, që s'kishte asnjë formë terapie, por ishte thjesht që ajo asistenca e psikologut dhe mjekëve, thjesht për të asistuar, pra bëri që ajo të rikthej sërish në vete. Është një fakt i dokumentuar, nuk e shpjegon askush, nuk e ka shpjeguar as shkenca, as psikologët dhe as ekspertët që ishin pra që testuan këtë grua. Dhe nuk është tash rasti i parë që në disa vende të çuditshme ndodhin disa fakte misterioze që askush nuk di t'i shpjegojë. Ju çfarë mendimi keni? A u ka ndodhur ndonjë fakt i çuditshëm, për shembull gjatë gjumit, apo në vende që të çuditshme që ka patur energji të keqe, ose ndoshta në një fenomen të pashpjegueshëm? Nëse është e mundur, shkruani komentin tuaj dhe le ta diskutojmë. Ndoshta në një nga këto histori mund edhe ta themi këtu si e bëjmë gjithmonë me shokët tanë që shpeshherë na shkruajnë edhe në privat. Nëse nuk dëshironi ta shkruani këtu, më shkruani një email në privat, e gjeni. Kështu që kalofshi një mbrëmje të këndshme, ju përqafoj dhe shpresoj mos të ndodhin shqiptarëve këto gjëra, por ja që thuhet që ndodhin.